Ndërsa shumë besojnë se pica u shpik në Itali në shekullin e 18, origjina e saj është shumë më e vjetër. Forma më e hershme e picës ishte një bukë e sheshtë që njerëzit hanin në mesdhe dhe lindjen e mesme mijëra vjet më parë. Në Mesopotami, rreth 3000 vjet para erës son, njerëzit përgatisnin bukë të sheshtë dhe e mbushnin me barishte, vaj ulliri dhe erza. Në Greqinë e lashtë, ushtarët hanin një bukë të sheshtë me përbërës si ullim, hudhër dhe djath. Por famën e sotme arriti në Itali, në shekullin e 18. Një mjeshtër buke i quajtur Raffaele Esposito bëri një shpikje që do të ndryshonte botën e kuzhinës. Pica Margarita u krijua për nder të mbretëreshës Margarita të Italisë, me ngjyrat e flamurit italian: domate, kuqe, mozzarella e bardhë dhe gjethe borziloku e gjelbër. Pra, pica është një ushqim që ka kaluar mijëra vite dhe shumë kultura, duke ndryshuar dhe përshtatur shijet.